الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Do të di mirë se gjunahet dhe mosbindja ndaj Allahu subhanahu wa taala kanë pasoja të rënda për njeriun, për individin dhe shoqërinë. Pra, as se si të mos mendojmë se kur njeri i bën gjunah Allahu subhanahu wa taala do të shpëtojë lehtë. Pra, duhet të dimë se gjunahet, edhe pse janë të tilla që janë të këndshme për njeriun dhe shpirtin e tij, pasojat e tyre janë shumë të idhta. Gjunahet mund të jenë fatale. Gjunahet sjellin sprova dhe bela për njeriun dhe shoqërinë. Dhe realisht popujt dhe individët nuk janë shkatruar nga gjë tjetër veç se për shkak të gjunaheve mosbindjeve ndaj Allahut subhanahu wa taala. Nuk janë mangësuar rreziku, furnizimi pra, bereqetet, bekimet, veç se për shkak të gjunaheve dhe mosbindjeve ndaj Allahut subhanahu wa taala. Allahu në Kur'an thot në surën Ash-Shams fakadhabuhu fa'aqaruha, ata populli i Thamudit e përgënjeshtruan Salihun alayhis salam, fa'aqaruha, dhe e thërën devën, që ishte shenjë dhe argument nga Allahu subhanahu wa taala për vërtetësinë e tij. Thot fadamdama alayhim rabbuhum bi dhanbihim fasawwaha, andaj Zoti i tyre i përfshiu të gjithë ata me dënimin e tij për shkak të mëkateve të tyre. Fasawwaha, i shkatroi ata nga i pari deri tek i fundit. Pra është për qëllim Thamudi, populli i Salihut alayhis salam, të cilët nuk i besuan atij, e përgënjeshtruan atë, kundërshtuan atë, madje edhe bën plana që ta vrisin atë alayhis salatu wassalam. Dhe gjithashtu e vranë edhe devën dhe të voglin e saj që ishin argument për vërtetësinë e shpalljes së Salihut alayhis salam. Pra u ngrit njeriu, siç e përshkruan Allahu, idhim ba'atha ashqaha, u ngrit njeriu më fatkeq dhe më i mirë në mesin e tyre dhe e therri devën e Salihut alayhis salam. Dhe si rezultati i kësaj, Allahu i dënoi të gjithë ata dhe i përfshiu të gjithë me dënimin e tij dhe i shkatroi. Dhe tregoi se kjo ishte për shkak të mëkatit të tyre. Cilit mëkat? Mëkatit të kufrit, mosbesimit, kundërshtimit të pejgamberit të Allahut alayhis salatu wassalam. Çfarë përfitojmë na si musliman nga kjo ngjarje? Përfitojmë se duhet të ruhemi skajshmërisht nga gjunahet, të kemi kujdes dhe të mendojmë thellë rreth pasojave të tyre. Dhe ta dimë se mëkatet sjellin nganjëherë rezultate që mund të jenë edhe fatale, shkatruese për neve. Dietari i madh Ibn Qayyim rahimahullah thot: "Adh-dhunubu jarrahat", thot gjunahet janë plag, pra të shkaktojnë plag në shpirtin tënd, në zemrën tënde, dëmtojnë skajshmërisht. Thot: "Wa rubba jurhin waqa'a fi maqtal", dhe nganjëherë, siç edhe e dim nga përvojat njerëzore, plaga mund të jetë e tillë që mund të edhe ta vret njeriu. Pastaj thot: "Wa ma dhuriba 'abdun bi 'uqubatin a'zama min qaswati al-qalb", njeriu thot nuk është sprovuar me ndëshkim më të madh nga Allahu se sa ngurtësia e zemrës, vrasësia e zemrës. Pra kur nuk ndikohet nga këshillat e Kuranit dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot Ibn Qayyim: "Wa ab'adu al-qulubi min Allahi al-qalbu al-qasi", zemra që është më së largu Allahut është zemra e ngurtë, zemra e vrarë. Gjithashtu dietarët islam kanë treguar se gjunahet sjellin pasoja të rënda për individin dhe shoqërinë, siç janë pasojat në shëndet, pasojat në rrezik, pasojat në trupin e tij, pasojat në zemrën e tij, në shpirtin e tij, në psiqikën e tij. Pra gjunahet ndikojnë në çdo aspekt të jetës njerëzore. Dhe gjithashtu transmetohet një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku thot: "Innal 'abda la yuhramu ar-rizqa bi-dhanbi yusibuhu", thot robi privohet nga rreziku, pra bereqeti në rrezikun e tij për shkak të gjunahut që ai e bën. Elusim Allahun subhanahu wa taala të na ruaj nga gjunahet dhe pasojat e tyre. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.